Do të vazhdojmë këtë mbrëmje të bukur, edhe me një pikë të bukur artistike. Do të vinë ata, ta them edhe njerë më zëmë të lartë, do të vinë ata. Arti është shumë dimensional, edhe muzika po ashtu. Një dimension fisnikron mendjen e shpirtin, një dimension tjetër revolucionarizon atë. Këta që do të vinë, i takojnë të dyjave. Zonë e zotri, ata vinë në emër të këngës, në emër të rokut shqip. Elita 5! Faleminderit shumë të gjithëve. Jemi shumë mirë që gjendemi në mesin e artistëve më të mëdhenj të estradës shqiptare. Kjo ishte një këngë e re, një këngë paralajmëruese e albumit të ri që do të vijojë grupit Elita 5. Faleminderit.
Do me thonë, kënga titulloj nuk jam diktator dhe shpresoj se do të pëlqejet nga ju. Do shta t'ju falenderoj për këto duar trokitje, me të vërtet janë shumë emocionuar, falenderit shumë. Edhe më vjen mirë që pasi që kemi shumë artistë edhe nga Kosova, nga Shqipëria, mos harroni se artist ka edhe shqiptar të Maqedonisë. Më vjen mirë, jemi grup nga Tetova, por nuk jemi këtu në sallë vetmit tetovar. Më vjen mirë që këtu në mesin tuaj është edhe artisti i madh Blerim Destani, i cili është tetovar. Një duar trokitje u lutem. Dhe s'di çka të them tjetër, faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit.